Ndërtimet pa kriteri dhe mospastrimi i kanaleve, problematika me të cilën përballen banorët e lagjës Hajro Çakori në Vlorë. Prej disa vitesh banorët e lagjës Hajro Çakori, e njohur ndryshe si zona e ish fabrikës së çimentos në Vlorë, përballen me një situatë problematike sa herë ka reshje shiu. Kanalet e papastruara dhe ndërtimet pa kriter, përfshirë muret rrethuese të ngritura mbi kanale, kanë vështirësuar qarkullimin e ujrave dhe kanë rritur rrezikun e përmbytjeve. Në ditët me reshje të dendura, ujrat që zbresin nga mali përfundojnë në zonat e banuara, duke rrezikuar banesat dhe pronat e qytetarëve. Në disa raste, banorët kanë pësuar edhe dëme në banesat e tyre si pasojë e ujrave të grumbulluara dhe të rikthyera. Vetë banorët e lagjës në një denoncim për Blu Televizion shprehen të shqetësuar për situatën dhe paralajmërojnë se me reshjet e para mund të përballen sërish me të njëjtat problematika, nga përmbytjet deri tek dëmtimi i banesave. Kërkojmë na ju të na ndihmoni se na jemi lagja e shihni vetë. Ska pasaj këtu bie një shi, futen këta më ledh pasau më ledh. E merr këtë rrugën përpara. E kemi vështruar me zhavor sa herë, me zhavor në këtë për poshtë ka qenë po karburantit të. Po kanali kanë rarë me ferra, me drejtje, pasaj duan bërë kanale këtë, kanë qenë kanale këtu, ku ka marrë në 93-shin, kanë qenë një kanal ka qenë atje, një ka qenë këtu, na erësim, s'është pa i shtetit të këti që është ashtin, është pa i atit pari qetim na. Unë këtu e gjithë bërë ashti, musha kanali, musha tëve edhe, po nuk e dje që bërë vamin vetës. Ka qenë kanal këtu, dhe kalon aty tek është klubi poshtë që një rikësesin të vini lartë, ajo ka qenë me... Apo janë bërë ndërtime s'pa? Janë bërë ndërtime, ka qenë me ashtu ajo me tunel, edhe vutej tek në kryet të eternitit, edhe dhe në kanalin teatr. Ka qenë një kanalet e mi vete, një këtu në vete, këta u bëkohën kanalet. Edhe bjen ujrat e në mërtën rrugën, pa nëve sa mërtën do të mërtën rrugën. Pasaj, të tërë janë me maqina. Të shtronë dhe kjo rruga jonë, mërë se në kemi metur. Gjoti, një kanal, vjen atje për te i kanë kërë, edhe vjen këtu mi shpit këtyre, dalën 2 kanale, në atë baqen edhe në atë baqes. Ata se vjen qina amaja lartë, mërë. Me harruar fare. Na jemi po ju se di, se jam në aprovonati. Kemi pas një kaparier në golon, poshtë, kufi me zhyrat. Ashtu jemi bërë, në si ata. Asë rruga, rrugë ishim, po jashi e bërë. Po ka maqina ka, po nuk shkojmë dot. Problemi im është tuva. Që të ujrat që vinë lartë, kur plasen, imagjinoje sa umbush njësh me shpina atje dhe rrëzoj komplet murin. Kanali këtu është i papastruar. Ky kanali vazhdon drejt edhe ikën poshtë. Kanali ka qenë drejt këtu, në fillim dhe ka qenë i pastër. Kanali tani janë bërë ndërtimet, janë bërë muret kështu, edhe ujë qa do bëj, o do plaset shpintime, o do marri shpin tani ka sjellë i poshtë. Po, në vjetë, që unë përmbytet e Vlora, ajo ku e ke muri. Erdi sa përzye faqe tjetri, qa kem mua, ja ku e ke, pribret zotit. Ja, ne keme foto, unë se kam lëvizur muri. Si që është, aty është. Muri është i rënë kanal. Unë se kam lëvizur, erdhëm përsye faqe, dua bëjmë, dua shu, ja ku është muri, unë muri se kam gacmor. Edhe mos pastrimi dhe ndërtimet që janë bërë. Tani këtu, kalohet kujtë si të mendo. Për mendimin këtu, s'kalon unë. Kjo është e të ralla. Këtu duhet marrë masa njerë, se këto s'janë asë këtë kaluar ujtë të tu bazë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve, si dhe përmarrjen e masave ndaj ndërtimeve që pengojnë rrjedhjen e ujrave. Ata thonë se nuk duan më vetëm premtime, por ndërhyrje konkrete për të shmangur një tjetër situatë të vështirë gjatë sezonit të reshjeve.